Mos e injoroni, gërritja gjatë gjumit mund të jetë shenjë e kësaj sëmundje. Sëmundjet e zemrës kanë qenë shkaku kryesor i vdekjeve në botë, sidomos këtë kohë të fundit. Sëmundjet e zemrës mund të zvoglohen ndjeshëm nëse jeni në gjendje të parandaloni faktorët e rrezikut, por a e dini që gjumi dhe specifikisht gërritja mund të jenë shenjë një problemi në zemër? Gërritja nuk është vetëm një bezdi për çdo partner, por diçka që lidhet edhe me zemrën. Gërritja mund të jetë një shenjë e apneas së gjumit. Kjo gjendje është e lidhur me sëmundje të ndryshme të zemrës si fibrilacioni arterial, hipertensioni dhe shtrëngimi i zemrës. Gërritja mund të jetë gjithashtu një shenjë e rënies së rrjedhjes së ajrit të njohur si hipopnea, që gjithashtu zgjatet 10 ose më shumë sekonda. Të dyja kanë pasoja që mund të jenë të dëmshme për zemrën. Kjo ndërprerje rrit stresin ose hormonet si kortizonin dhe adrenalinën, thot mjeku. Kjo rritje hormonale rrit presionin e gjakut dhe rrahjet e zemrës dhe mund të bëjë një tendosi të vazhdueshme në sistemin tuaj kardiovaskular, duke shkaktuar një atak në zemër.